Si ka qenë gjendja sigurisë trafik në vitin 2024 dhe këtë fillim vit 2025? A jemi të shku për ma mirë? Po sa i përket gjendjes sigurisë për vitin 2024, mund t'ju them që ka qenë ndoshta viti më i sigurt në trafikun rrugor, sidomos me fatalitet dhe me persona të lëndum. Krahasuar me numrin e automjeteve, me numrin e shtetërorëve të thotë, dhe po numrin e automjeteve të cilat do të hyjnë qoftë në tranzit, qoftë në periudhën e verës, që dihet një prej muajve do të më ngarkum pjesa e verës edhe me orën e bashkëdhëtarëve. Mund të them që viti 2024 do thotë thash kanë shënuar rënje të gjitha llojet e aksidenteve, prej aksidenteve me fatalitet, personat e vdekur në këto aksidente, aksidentet me lëndime, personat e lënduar, aksidentet me dëme dhe numri i përgjithshëm. Ndërsa aktivitetet policore, qoftë të pick-out kontrollit, në do thotë autostatike, në lëvizje, aktivitetet parandaluese, bashkëpunimi me institucionet të qendrore, lokale, media dhe të gjithë tjerët, por edhe numri kundërvojtjeve të shqiptuar do thotë ka qenë një përqindje shumë më të lartë se sa vitet paraprake. E krahasu me shtetet e rajonit. Si jemi krahasu me rajon? Po ne jemi një pjesë e takimeve sidomos të Ballkanit Perëndimor, bashkë me Ministrinë e Infrastrukturës. Në kohë do thotë jemi edhe pjesë e takime, por edhe raportime të rregulla edhe në Komisionin Evropian se përket kuadrit të Ballkanit që janë edhe Kosova. Në raportin e fundit do thotë që është prezantuar do thotë për gjendjen e sigurisë trafikut rrugor, qoftë për shtetet e rajonit, Ballkanin Perëndimor dhe Bashkimin Evropian. Këtë raport do thotë e ka prezantuar dhe Komiteti i Transportit që punon në kuadër të Komisionit Evropian. Është një faqe ose do thotë detyrë zyrtare që secili qytetar mund të hyjë dhe të shohë ato që ne flasëm, apo secili do thotë pjesëmarrës në trafik. Dhe shesh që Kosova në krahasim sidomos me shtetet e rajonit qëndrojmë ta quajmë dukshëm më mirë se sa gjitha shtetet e rajonit, përfshi Shqipërinë, Bosnjën, Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut, Serbinë, do thotë Kosova qëndron dukshëm është do thotë me numrin e aksidenteve, sidomos me fatalitet, krahasim me gjitha do thotë shtetet e Ballkanit Perëndimor. Ne po flasim për vitin paraprak, këtë muaj do thotë është takimi i radhës, ku do të bëhet edhe prezantimi i raportit për vitin 2024, ku mbaz informatave do të fillestare, bazë numrit të aksidenteve edhe në shtetet e rajonit, do të kemë do të qëndrojmë pikën apo edhe më mirë, po presëm do të bëhet publik raporti brenda këtij do thotë 6 mujori. Ne kemi edhe krahasimin do thotë njëjtën faqe ku po flasëm, ku do thotë janë shtetet e Bashkimit Evropian, janë shtetet me ngjyrë do thotë portokall, shtetet e Ballkanit Perëndimor, dhe nëse shumë prej lart te poshtë ju është që këto është Kosova, që nuk kupton që është ta quajmë ka mesi edhe shtete evropiane, jo vetëm vetë shteteve, nëse flasim për Ballkan, ju është që gjitha shtetet janë poshtë Kosovës, që nuk kupton që janë më keq sa i përket aksidenteve në trafik. Mirë po çka është për policinë e Kosovës në gjitha planet, gjitha strategjitë, por edhe mbështetjen e menaxhmentit të policisë së Kosovës, kemi vendosur objektiva të reja, do thotë që policia e Kosovës me të gjitha kapacitetet qoftë të bërimit njerëzor dhe logjistike, bashkëpunimi qoftë me institucione lokale, qendrore dhe mekanizma të tjerë të vendit, me media dhe me gjithë pjesëmarrësit në trafikun rrugor, punohet më shumë, të ndikohet më shumë qoftë në sensibilizim, qoftë në veprime ligjore, që gjendja e sigurisë do të shkon duke u përmirësuar. Po, veç mu po më intereson, çka e ka bo, na me qenë kaq mirë krahasu me rajonin dhe me ardhmë me këto rezultate. Çka e ka bo policinë e Kosovës neve me u përmirësu kaq shumë me raportin fund vitit? Po, prej ta quajmë kryesorë është që ne si polici prej fillimit kemi qenë shumë bashkëpunues me të gjithë. Do thotë, qoftë institucionet, qoftë unë falenderoj shumë mediat, unë pak edhe atë pyetjet që i bën ti, ne i munduar që të jemi prezent çdo herë në media, qoftë policitë e ligjeve, qoftë për kërkesat policore, çështën e sigurisë trafikut, me njoftuar shtetarët për rrezikun që bëndon trafik, për aksidentet, po do thotë një bashkëpunim edhe ofrim që na kanë ofruar qoftë thashë në mediat, qoftë institucionet dhe partnerët tonë që kemi, qoftë vendor dhe ndërkombëtar, përmes projekteve të tyre, të cilat kanë ndikuar në shtetet e tyre, ne kemi aplikuar, na kanë ndihmuar në fushën logjistike, me pajisje, me spote, me broshura, me materiale të ndryshme, por edhe me risi, edhe me trajnime, edhe me shumë sene,
do thotë që ne do thotë këtë pjesë ta ndajmë me publikun ose me pjesëmarrësin trafik. Pjesa tjetër ka të bëjë me infrastrukturën ligjore, do thotë ne po flasëm me ndryshimet të cilat kanë ndodhur vitin e kaluar, po vlerësojmë që me ndryshimet të cilat janë në vazhdim e sipër, edhe ato ndryshime besoj që ato do ndikojnë në sigurinë e trafikut rrugor, meqenëse do ndikohet drejt qoftë infrastruktura rrugore, qoftë automjetet, te kontrolli teknik automjeteve dhe tek kandidatët ose tek autoshkollat, tek shoferët, tek provimet, tek siguria, tek mbikëqyrja, tek kontrolli, tek sistemi do thotë inteligjent i transportit. Besoj që Kosova ka shumë punë në këtë drejtim, e ne jem një prej atyre ta quajmë hallkave apo që janë të nxitë edhe të tjerët që do thotë të kem sa më shpejt, do thotë kamera, të kem sa më shpejt siguri më të madhe në trafikun rrugor në aspektin të infrastrukturës do thotë rrugore.